Kjo është një prodhim i fundit i teatrit Shëtitë Shajupi. Është një komedi franceze, Marc Camelodi, një autor i provuar në Shqipëri. Më parë teatri Shëtitë Shajupi ka pas një sukses shumë të madh me komedinë Boing. Tani ka zgjedhur një ekip tjetër të ri me aktor me përvojë si Erdita Slane dhe Cupi Metka. Edhe për krah tyre luajnë 4 aktorë të rinj, por që nuk dallojnë që janë të rinj, janë po kaq brillant sa Cubi edhe Erditi. Është një komedi që është në turne. Sot dhe nesër në orën 20 do të jetë në qytetin e Fierit. Trajton një temë shumë interesante, temën e familjeve, të tradhtisë bashkëshortore, një komedi me shumë të papritur, me dialog të bukur dhe jashtëzakonisht të shpejtë. Spektatori nuk e ndjen që kalon një orë gjysmë në një shfaqje teatri. Kaq e shpejtë është komedia. Është një shfaqje që ne tani ndihemi realisht zot të skenës dhe ndihemi shumë mirë sepse kemi marrë duartrokitje pafund me këtë shfaqje. Është vetë stili, komedia e tillë që të bën për vete. Kështu që ne jemi shumë të lumtur që sot jemi në Fier dhe mezi presim që ta shfaqim pas pak.